Shikues të nderuar, po ritakojemi edhe sot me gjurmët, ndërkaq sot fokusin do ta kemi tek një temë për të cilën kemi diskutuar mjaft vitin që lan pas, për shkak se sezona e verës i ka të vetat dhe sezona me zjarret është një realitet shumë i vërtet në vendin tonë. Temperaturat e larta pritet që të nisin rritjen qysh në fillim të sezonit, megjithatë kujtimet nga zjarret e verës së kaluar i kemi akoma të freskëta. 10.000 hektar pyet të djegura, terrene shumë të vështira për zjarrfikësit ta. Në anën tjetër kemi edhe probleme me stafin, probleme me mungesën e zjarrfiksëve dhe interesimin e vogël për zjarrfikësit e rinj që të kyqen në këtë sferë. Për të diskutuar sot për këtë temë, kemi të ftuar në studio Artan Demirin, kryetari i shoqatës së zjarrfiksëve vullnetar, Bajram Iftari në Çajër. Mirë se erdhët në Elsat. Mirë se gjetë. Shumë kënaqësi t'ju kemi sot. Ju falenderoj që ndatë kohën që të jeni pjesë e këtij emisioni për të treguar informacione për atë që na pret këtë verë, duke u bazuar nga të vërtetat që kemi kaluar verën e kaluar. Ta nisim me ndikimin e rritjes së temperaturave gjatë periudhave më të nxehta. Çfarë ndikimi kanë këto rritje në shkaktimin e zjarreve? Po siç e cekat edhe më parë, verën e kaluar nuk kemi kaluar ashtu si duhet. E kemi një verë të hidhur për disa, ashtu të them, se një pakujdesi më e vogël e faktorit njeri mund të shkakton zjarr. Ajo është problemi kryesor dhe faktori kryesor për shkaktimin e zjarrit. Veç mas temperaturave të larta. Veç me temperaturat të larta. Po asaj përket temperaturave të larta, rritja e temperaturave të larta shkakton tharjen e vegetacionit, edhe nga ato, si për shembull në për fusha, livadhe, ara të ndryshme, një kanal që më e vogël tjetë, ose një shkrepsë në fije zjarri, ose diçka tjetër, do të fiton temperaturë të madhe, edhe temperaturat e zjarrit, edhe kështu që ndizet. Zjarrin për ta ndezë nuk duhet shumë, po për ta fikë duhet shumë. Shumë e vërtet kjo që thatë. Domethënë faktori njeri në kombinim me temperaturat e larta që i kemi në vendin tonë gjatë verërave shkaktojnë fatkeqësi të mëdha. Si e keni përballuar situatën me zjarret verën që lan pas? Se kemi dëgjuar vazhdimisht që ka pasur terrene shumë të vështira, kemi pas vështirësi për t'i fikur këto zjarre që kanë zgjatur javë me radhë, të them. Po, siç them, verën e kaluar, zjarret kanë filluar prej muajit qershor, fund muajit maj, fillim muajit qershor, edhe kanë zgjatur deri aty ka muaji shtator. Vështirësi të mëdha kemi pas shumë, sidomos në fillim të muajit korrik, kur temperaturat kanë qenë enorme, të mëdha, kemi pas vështirësi të mëdha për fikjen e zjarreve. Era e madhe e shkakton zjarrin, era e madhe, do të thonë, në kombinim me zjarr, ajo mund ta përhap zjarrin e madh edhe nuk llogariten minuta apo orë apo ditë, llogariten vetëm sekonda. Se vetëm kam qenë me ekipin tim në rrezikun më të madh, edhe kam pas djegje komplet fytyrës vitin e kaluar në korrik. Kanë qenë pyetje shumë pak sekonda. Mund të them ndoshta 10 sekonda. Cilat terrene kemi pas më të vështira në Maqedoni? Cilat terrene janë më të rrezikuara? Malin e Zi të Shkupit kemi qenë prezent komplet me shoqatën. Bashkëpunim kemi pas ekip edhe prej drejtorisë mbrojtje dhe shpëtim, mirë po shoqata ka qenë aq e kompletuar, aq e pajisur për në terren, se që nuk ka mund të na bashkohet dikush tjetër pa e ditë situatën tonë se si e kemi, kuptoni. Kemi qenë përgatitur mirë, kemi shku, sa kemi mund me mundin tonë, kemi fikë zjarr, në fushat e Shkupit, dhe me thonë, pjesë Orman, Stenkovec, kufinin me pjesën e Bllacës, kufinin me Kosovën, pastaj kemi qenë në komunën Çuçerçandevës kemi marrë pjesë shumë, edhe kemi ndër me ditë të tëra. Pa marrë parasysh se kemi rujt manastir apo sinagoga apo xhami, te zjarri nuk ka fe. Nuk ka as pikë pyetje. Nuk ka fe edhe nuk ka zakon. Kemi qenë edhe kemi kujdestaru me ditë të tëra, komunën Çuçerçandevës, ku në mënyrë vullnetare kemi krejt obligimet që na kanë takuar neve. Çka kemi pas mundësi kemi bo.
Çfarë mësimesh kemi nxjerrë nga këto zjarre të shumta që i lam verës së kaluar, duke marrë parasysh të gjitha këto rreziqe që i përmendet paraprakisht, të gjitha sfidat të cilat i keni te kaluar përgjatë rrugtimit tuaj? Ju thash edhe ma parë. Zjarri mund të ndizet edhe të shkaktohet për pak sekonda, por nuk mund të fiket. Me një gotë ujë si kjo, mund ta fikish një pjesë vogël zjarrit. Mirë, po pastaj me cisterna të mëdha nuk mund të fiket ai zjarr, edhe me shumë nuk mund të fiket. Se erat e forta e shkaktojnë atë. Gjatë muajit verës, nxehtësia e madhe, temperaturat e larta, vegjetacioni i thatë, edhe shkakton zjarrin. Vështirë për t'ju Edhe shkaktuar. diçka tjetër, kur bujqit në për ara, kur fillojnë ta mbjellin arën, për shembull, këtë vit e kanë mbjell me një prodhim tjetër një vit dojnë ta ndrojnë prodhimin, dojnë për shembull prej prodhime ndryshme ata e din vetë se i kanë, shkojnë i ndezin ato. Ajo, jo që shkakton problem të madh, me miliarda gjallësa ka në për ara, krejt i djeg, edhe mund të shkaktoj rrezik edhe më të madh. Se vetë kemi qenë dëshmitarë të asaj, ku në Stenkovec, mrenda, mrenda 10-15 minutave gjysa Stenkovecit të djeg. Ka pas objekte afarizde, ka pas shumë sende, që njerëzit kanë pasu dëme të mëdha. Mirë, po tash, letë është ta ndezin, por shumë vështirë është ta fiki. Sa i kemi pas të pranishme institucionet tona gjatë asaj periudhe, a ishin të përgatitura mjaftueshëm? Nuk kanë qenë përgatitura mjaftueshëm. Kemi mund me kombinime, me sende se s'është puna se nuk kanë qenë përgatitura. Është problem se zjarri është përfshin në shumë anë, edhe ka cila anë shkon më përpara. Të mirat materiale të kujdeset njeriu për mirat materiale, apo për pjesë të maleve, apo për pjesë të arave, apo si. Shumica dhe i kanë lanë, ato janë larguar. Kemi pas rast shumë specifik në Stenkovec, ku ka qenë familja e ngujuar në shtëpi, kemi me inqizime të gjitha, familja ka qenë e ngujuar në shtëpi. Ka tjetër anë, ka pas vend ku i kanë rujt bagtin, ato e kanë lëshuar. Mirë, po ka fillu komplet ana, komplet shtalla të digjet, merr flak, a njerëzit kanë qenë ngujuar në shtëpi. Me sotësi të madhe i kemi tërheq gjithë ato banorë në atë shtëpi. Edhe shtëpimin ne kemi shpëtuar mirë, po të pjesa tjera nuk kemi mund të shpëtojmë. Por fat të mirë, bagëtit kanë shpëtuar. Mirë, po objektet nuk kanë shpëtuar. Ajo është. Aty ka pas erë të madhe, edhe aty kemi pasu dhe ne dëm të madhe. Ne si zjarfiksa vullnetar. Kemi pas bashkëpunim edhe me brigadën e zjarfiksave. Qytetit Shkupit, mirë, po numri i vogël është, s'mjafton. Qytetarët, fshatarët me ato mundësit e veta sa kanë mund, kanë dhënë kontribut, mirë, po të tjerë s'mund. Sa ka pasur ndihma edhe nga jashtë? Besoj ka qenë shumë një diskutim shumë i përhapur në diskursin publik që po të mos ishin ndihmat nga vendet e jashtme, do të ishte gati se pamundur që me forcat tona ti mbulojmë të gjitha këto terrene. Para disa viteve, kur ka ndodhur zjarri i madh në Maqedoninë Lindore në rajonin e Berovës, në malet përreth Berovës, atje ka pas ndihmë nga jashtë shumë. Mirë, po tash çdo njeri e shikon shtëpinë e vet, kur vije muaji i verës duhet përgatitet, ndoshta dikujt nuk i mjafton ekipi që e ka dhe secili duhet ta mbron shtëpinë e vet. Nëse i tepron ekip, mund na i sill edhe ne. Edhe pse ne duhet të jemi më të vetëdijshëm. Të kemi vetëdijsim, kemi kurset, kemi ushtrimet, kemi sa më tepër zjarfiks, që mos kërkojmë ndihmë nga jashtë, edhe pse ndihma nga jashtë e mirë se ardhur çdo herë. Sidomos me këto kapacitete që kemi aktualisht, Ashtu dhe besoj që ashtu është. nuk na mjaftojnë për t'i mbuluar të gjitha ato zjarre që kemi parë të ndodhin, por që shpresojmë që këtë verë do të kemi një situatë pak më të mirë. E përmendëm pak më herët se zakonisht shkaqet kryesore janë temperaturat, nga ana tjetër faktori njeri, cili e keni parë të jetë më shumë. Ai natyror apo faktori njerëzor? Faktori njerëzor çdo herë është. Se si thon populli, edhe ne gjithëm çka vjen prej Zotit, mirë se ardh. Ashtu është. Mirë, po ne duhet të jemi më të kujdesshëm. Në përmale, nuk duhet të shkojmë ndezim zjarre të ndryshme për të bërë një aheng apo një send, ka dalë dikush piknik në mal, shkon të ndez zjarr,
edhe atë zjarë do të ditë ta fikë. Ajo pakujdesia më e vogël mund të ketë fatalitet. Që kemi parë të ndodhë vazhdimisht. Ashtu është. Për jemi dëshmitarët asaj situate e dim edhe vetë se si është. Para se të vazhdojmë tutje në ato masat kryesore parandaluese që duhet t'i marrim para se të shkaktohen të tilla situata, neve do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin tonë. U rikthyem përsëri në studio, do të vazhdojmë diskutimin tonë siç e paralajmërova me masat kryesore parandaluese që duhet të marrim përpara se të ndodhin të tilla situata. Atëherë të na rrëfeni juve më së miri, cilat janë disa prej masave më kryesore që duhet i marrim neve si faktor njeri për të parandaluar të tilla situata që ndonjëherë edhe vetë i kemi në dorën tonë. Parandalimi është pjesa kryesore. Pastaj është kontrolli i zjarrit. Parandalimi është pjesa kryesore, pastaj mund vjen kontrolli. Se kur një zjarr ta parandalosh, nuk mund të ketë vazhdimsi të keqe. E parandalon ke masa edhe nuk ka problem. Po nëse kur të hik prej kontrollit zjarri, atëherë ndodh më e keqja. Sa të ndërgjetshëm janë qytetarët sot për rrezikun që mund të shkaktojnë, se qëllimi edhe i të gjithë bisedës ose një pjesë të madhe të bisedës është që të përcjellim një mesazh deri tek këto që shumicën e këtyre situatave neve vetë i kemi në dorë. Shumicën e zjarreve që janë përhapur dhe janë bërë shumë të mëdha verës që lan pas kanë qenë prej pandërgjetshmërisë së një qytetari. Po të filloj me punën kryesore, domethënë ne unë për veti si antar në lidhjen e zjarfikësve të Maqedonisë, si nën kryetar, çdo vit organizojmë si e para në shesh. Kemi data të caktuara në shesh ku shpërndajmë fletushka. Shpërndajmë fletushka edhe ka fëmijë ku angazhojmë fëmijë të shkollave fillore për të shpërndarë. Interesimi nuk është shumë i madh, se kalorësit çdo kalimtar trasit apo diçka tjetër, e merr atë fletushkë dhe i duket absurde diçka. Ne në ato fletushka i cekim punë kryesore, mos ndezin zjarr, ta kontrollojnë zjarrin, mos bëjnë gjatë muajit vetverës, domethënë se dimri nuk është dimri është krejt tjetër. Dimri i ka ato mangësitë e veta, për shtëpitë e veta, për zjarret, për oxhaçet i ka dimri. Dimri i ka në pjesën urbane zjarrin. A vera e ka pjesën malore. Që është ndoshta shumë e vështirë. Shumë e vështirë është, se dimri ndoshta mund të kontrollohet, zjarri i dimrit, apo zjarri i verës nuk mund të kontrollohet. Edhe shpërndajmë fletushka, pastaj angazhojmë nxënësa shkollave fillore, ku në përhymet ndërtesave, në për objekte afariste, në përsen, ku i shpërndajmë fletushka. Pastaj rendin shtëpiak, në për ndërtesa vendosim, ju tregojmë, mirë po, nuk është interesimi aq i madh sa duhet. Nëse ne nuk kemi bashkëpunim me popullatën, pa marrë parasysh ku si tek, nuk mund të ketë sukses. Po cilat janë disa prej gabimeve kryesore që ne i bëjmë si qytetarë që çojnë drejt shpërtimit të këtyre zjarreve? Pakujdesia, si kryesore. Pakujdesia është kryesore. Një, edhe e dyta, si thot populli, asgjoja. E lëmë në asgjo këtë punë, se s'ka problem. Ky zjarr i vogël është, nuk është problem. E merr një tub me gaz për të bërë diçka, për të përgatitur diçka, edhe nuk e ndalë si duhet. Kur shpërthen, s'ka shkurrë. Pakujdesia krejt i bën. Problemet kryesore janë prej faktori njeri dhe pakujdesia. A ka kontrolle apo dënime më të ashpra ndoshta për ata që janë arsyeja për shkaktimin e këtyre zjarreve, apo vazhdojnë të mbesin ato minimale? Gjatë muajve të verës, çdo lëvizje në përpyje, në përmale, domethënë do të jetë kufizuar. Nuk mund çdo njeri të hyjë në mal apo në pyll. Bën ashtu si jam mendja, do të ketë hyrje me grupe, hyrje të kufizuara, me orë të caktuar, të ketë orar. Se hyn edhe ndodh më e keqja. A kemi zjarrfikësit të pajisur mjaftueshëm për përballimin e një sezone shumë të vështirë siç e kemi pasur? Sa i përket zjarrfikësit, për shoqatën tonë personale, unë tregoj se ne jemi të pajisur. Mirë po nuk shkon çdo herë të na shtyjnë dikush me zor. Nuk shkon. Duhet kemi ndihmë, duhet kemi
pajisje më të forta, më të mira, për t'ju dalë ndihmë edhe qytetarëve, popullatës dhe me thonë, edhe vetë vetën ta kemi më të sigurt. Se në qoftë se siguria personale nuk vjen në rend të parë, atëherë ne nuk mundohemi t'i ndihmojmë dikujt tjetrit. Po nga numri i zjarfiksve, në përgjithësi, po flas në të gjithë territorin në Maqedonisë. Po. Sa kemi mungesë të zjarfiksve? Kjo është një temë në vete që është diskutuar mjaftueshëm për shkak se kemi terrena të shumta që kërkojnë ndihmë, mirë po nga ana tjetër nuk e kemi numrin adekuat të kapaciteteve. Po, si them, qytetin e Shkupit ka një stacion kryesor dhe 4-9 stacione tjera. Zjarfiksat mungojnë. Mungojnë zjarfiksa se afër 400 zjarfiksa në krejt qytetin e Shkupit. Për 1 milion banor, 400 zjarfiksa. Për të gjithë territorin. Me rregull, sipas rregullorës, çdo 1500 banor duhet të jetë një zjarfiks. Komuna Çajirit ka afër 80.000 banor, duhet të ketë 15 zjarfiksa. Ne jemi shoqat. Vullnetar. Shoqat vullnetare, ne jemi aty. Mirë po, shoqat vullnetare është ndonjëherë është në punë. Asnjëherë nuk mund të bëhemi komplet sa antar jemi. Nuk mund të kompletohemi kur. Çdo herë mungon diçka. Mirë po. Me që jemi tek shoqata. Dua të ndalem pak se prej nga erdhi ideja për themelimin e kësaj shoqate, kur u themelua, si u themelua, kush vepron në këtë shoqatë? Shoqata jonë është themeluar vitin 2009. Nga ndjeri zotri Nureddin Mustafa. Emri i shoqatës është i një zjarfiksit i cili ka humbur jetën tragjikisht në gjatë intervenimit në vitin 92, Bajram Iftari. E për atë shkak kemi pas dëshirë ne ta themelojmë shoqatën, t'i vëmë emrin e zjarfiksit të ndjerë. Është themeluar vitin 2009 shoqata, 2014 unë jam aktivizuar aty në shoqatë. Mirë kemi fillu, mirë kemi kalu shumë. Kemi pas donacione për jashtë diçka, një kamion, një shkallë lëvizse, një furgon, një vetur. Po në vitin 2021 edhe kryetari ndroi jetë gjatë kohës koronës, s'mund të mbjetoj. Edhe prej atëherë unë jam kryetari i shoqatës. Me forcat e tona mundohemi të bëjmë diçka. Mundohemi të shkojmë përpara. Kemi marrë pjesë në vende të ndryshme. Nuk është ajo punë lavdi, ajo është punë realiteti që kemi bërë çdo njeri qytetar, apo njeri, si vetë faktori njeri, pa marrë parasysh çfarë feje përket, çfarë vendi, si është tek është. Ne kemi me mundësitë tona kemi marrë pjesë me vende të ndryshme. Për shoqat, afër 280 antar i kemi pas prej fillimit. Prej atyre 175 antar kanë kry kurs për zjarfiks vullnetar, zjarfiks shpëtimtar, dhe me thonë. Me ato vërtetime, me ato certifikata janë pajis, edhe ju ka shërby shumë e punë. Vetë mas pari, për vetë kontrol, për vetë siguri, ju ka shërby e pastaj edhe për vendet tjere ku kanë apliku për punë apo për diçka. E tash numri i zjarfiksave është zvoglu, i vullnetarëve të ne, pse nuk kemi pas shumë për krahje. E për atë vjen intervenim, duhet t'i ndihmojmë. Vjen 2 herë 3 herë në intervenim, duhet atë shpërbletajmë diçka, edhe pse është vullnetar, po dikush si kupton ato. Dikush si kupton ato. E për atë ka filluar të redukohet numri i zjarfiksave. Edhe prej vitit 2020, afër 6 vite kanë kalu, para një jave kemi mbajt kursin e parë, dhe me thonë, veç se 200 antar janë pajis me certifikata për zjarfik shpëtimtar. Shumë mirë kemi kalu, po tash shoqata jonë është zgjeru edhe në rajonin e Dollnejn për Lepit, komplet. Kemi bërë edhe një shoqat motor në komunën e Dollnejnit. Bashkëpunimi është, besoj, një gjë shumë e rëndësishme në të tilla instanca. Shoqata jonë ndër ombrellën tonë është. Një tjetër e kemi themelu në komunën e Qyqer Sandevës. Një tjetër do të themelojmë edhe në komunën e Haraçinës.
edhe në rajon Dërvenit do të ketë bashkëpunim, se na kanë premtuar se do të ketë bashkëpunim. Kjo është punë humanizmi. Nuk është punë vetëm se bëjmë shoqatën edhe të flejmë. Kjo është punë humanizmi, se nuk është punë vetëm zjarri. Është shumë sende ngërthen vete shoqata. Do me thonë, kjo vetë shoqatë për t'i thonë, ama kjo është institucion vetë. Institucion në vete, pikërisht këtë dishta ta them. Për shkak se veproni në situata emergjente edhe puna është në teren, besoj. Në çfarë objekte tjera, veç mas këtyre tereneve të vështira, veproni së bashku me shoqatë? Besoni, kur ka zjarre të vogla, digjë ndonjë kontenjer, apo ndonjë vetur, apo ndonjë send, nuk kemi shku. Nuk kemi lënë hapësirë tjerëve. S'është punë të lavdrohemi, kemi lënë hapësirë tjerëve. Mirë po kemi marrë pjesë në tërmete, si para në Shqipëri, vitin 2019. Me vetë iniciativë? Po, vetë iniciativë, vetë argjim, vetë shpenzim, vetë ekip, vetë krejt gjitha. Pastaj ka pas, si e para 2016 në rajonin e Hasanbegut, kur ka pas vërshime. Pastaj 2019 ishte tërmeti katastrofal në Shqipëri. 2020 ka pas vërshime tjera. 2021 vërshime tjera, komplet koronën e kemi kalu me dezinfektime, me sende, në për lagjin, në për send. 2022 në Serbin, në Lugin ka pas vërshimet më dhalla, aty kemi marrë pjesë në tërmetin katastrofal në Turqi. Ajo ka qenë ka pak. Aty ka qenë iniciativa jonë të shkom ekipi parë shkon, mirë po në bashkëpunim me Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, ku edhe jemi si antar si tim për intervenim të shpejt. Kemi një ekip prej 8 antarëve të shoqatës tonë, kanë kontratat me Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, si tim për intervenim të shpejt. Mirë po ne vetëm 4 prej shoqatës nisëm, organizum, nisjen drejtori atëhershëm. Tha, do vini ju me ne se keni bashkëpunim, do vini me ne. Edhe pse kemi mbri, nuk mund të përshruhet ajo. Ndjenja e vend, aja situatë, një javë që kemi kalu në Turqi. Pastaj edhe këtu, ke pas aksidente ndryshme, ku kemi qenë të partë në aksident, ku kemi marrë pjesë. Se kemi shumë bashkëpunim të mirë, me njësitin special, policisë, Tigrat, kemi bashkëpunim të mirë, për raste emergjente, për raste të vështira. Takohemi në vend, edhe zgjedhim situatën, s'ka pas problem deri sot, po 2 raste që kanë qenë shumë vështira në fshatin Rashqe edhe në Blac. Edhe ato janë raste që na kanë ngel në memorje, si thonë. Sa është e vështirë për t'i përballuar këto situata në aspekt emocional, në aspekt psiqik, besoj që janë shumë të lodhshme dhe të ngarkojnë më shumë se sa që duhet. Edhe në anën tjetër kur e shohim se kemi të bëjmë me vullnetarë, njerëz që vullnetarisht mendojnë se janë probleme. Se ne kur shkojmë, përshëndetemi me familjen edhe shkojmë. Ashtu e kemi. Ikëm, kush e di çka tjetër, ne vetëm se kemi vendosur. Familja deshte apo s'deshte, vetëm na uron punë të mbar. Shkojmë aty në vend ngjarje. Shumë të kënaqur dalmi, shumë të kënaqur, do të thonë ndahemi prej vendit, kur nuk ka viktima. Kur nuk ka viktima, kur ka vetëm dëme materiale. Ajo është problem shumë i mirë edhe qeshimi. Kur ka viktima, edhe kur nuk mund gjendet viktimat, atëherë zgjat shumë edhe mërzitemi shumë. Kemi pasur si raste mirë, po fatmirësisht viktimat e kemi gjetë, kemi kry punë. Jemi mërzit shumë. Jemi përmangu shumë, si them, nuk përshuda situatë, mirë po vetëm se jemi bo një. Dëmi emocional patjetër që është i pranishëm në të tilla situata, jemi njerëz në fund të ditës dhe është vështirë për të mos reaguar emocionalisht. Mirë po është shumë e rëndësishme që kemi të tillë njerëz që me vullnetin e tyre kontribuojnë në shoqëri dhe shpëtojnë jetë në situata emergjente. Në anën tjetër e përmendëm vazhdimisht që kemi mungesë të kapaciteteve. Na kanë mbetur zona të pambuluara në të tilla situata, në të tilla instanca të vështira, në terrene shumë të vështira, ku e përmendet që numri duhet jetë shumë më i madh i zjarrfikësve nga ai që e kemi aktualisht në Maqedoninë e Veriut. Vjen qeshi,
se para disa viteve kemi qenë në një institucion, si lidhje zjarfikse e Maqedonisë. Personalisht unë kam qenë në një institucion shtetëror, ku shkova, hymë mbledhje, me dita dhe prekaj e një, thash unë jam prej lidhje zjarfikse të Maqedonisë. Lidhje e shahut Maqedonisë? Thash po. Do me thonë nuk e dinë se ekziston diçka. Lidhje e shahut. Shahu me zjarfikësinë çka ka? A ka diçka të përbashkët asnjë sens s'ka. Interesimi i vogël. Kjo është punë humane, kjo është punë, nuk është punë profitabile, kjo është punë normal, e ka profesion dikush edhe punon. Paguhet për atë, punon. Mirë po, duhet edhe dikush ta angazhohet për ta bërë. Se s'ka zjarfik, s'ka mjek, s'ka policë, atëherë dikush duhet të kontribuon. Si të ekzistojmë nes? Si ti parandalojmë punë? Punë të këqija, domethënë. Domethënë kemi mungesë të mbështetjes institucionale ndër vite. Se zjarfikësia nuk është vetëm se do të punësojmë zjarfikësia do të flej. Nuk është ajo. Është punë në terren, në tërësi. Po është punë terren edhe don ushtrim, don të mihish diçka, të shifsh diçka se çka mund të studiosh më tepër, çka mund të mbrish më tepër, jo vetëm se të shkojsh të flejsh. Çdo punë ka rëndësinë e vet, domethënë. Si zjarfiksi, si mjeku, si tjetri. Për në terren nuk janë përgatitur shumë. Jo nuk janë fizikisht, mirë po nuk kemi pajisje. Ne si shoqat nuk kemi pajisje, shoh edhe tjertë. Keni diskutuar me institucionet tona që ndoshta t'ju ofrojnë sadopak mbështetje për të pasur hapësirën për të vepruar në të tilla raste, për shkak se edhe ju nuk është se po bëni diçka që ata nuk e bëjnë. E bëni të njëjtën punë, edhe për krahja besoj që duhet të jetë e pranishme. Kemi hasë në vesh të shurdhur. Edhe premtime bosh. Ndoshta s'du të bëhem vulgar, po du të them se kjo është për të mirën e popullit, pa marrë parasysh gjitha sendeve tjera. Kjo është për të mirën e popullit, se për të mirën e popullit, të mirën e, si të them, të mirave materiale. Po mos t'i ruajmë ato të mirat materiale që i kemi bo, edhe mos të kujdesemi për to me ndonjë rrugë, apo me ndonjë vend, apo me ndonjë send, nuk mundet të ekziston. Nuk mund të ruhen, nuk mund të ketë aty prosperitet. Shumë e vërtet kjo që thatë. Do të lëmë edhe pak hapësirë për disa minuta publicitare dhe do të rikthehemi përsëri në studio. U rikthyem përsëri në studio, jemi në pjesën tonë të tretë të fundit, mirë po kemi edhe shumë për të diskutuar këtu së bashku. Do të ndalim edhe pak tek shoqata juaj, pavarësisht të mungesës së ndihmës institucionale, nga ana tjetër juve veproni dhe punoni shumë në këtë aspekt. Nuk e keni lënë fare anash, besoj. Sa merrni pjesë edhe ndërkombëtarisht në konferenca që do të ndihmojnë njëkohësisht edhe kësaj shoqate për të shkuar në një drejtim edhe më të mirë. Vitin 2021 kemi qenë në Sloveni. Vitin 2022 kemi marrë pjesë në konferencë të madhe në Austri. Se shteti i Austrisë është një ndër shtetet e cila e ka domethënë shoqatat vullnetare, vullnetarizmin për zjarfiksa, për tjera sende i ka më të zhvilluara në botë, Austria. Edhe kemi marrë pjesë, kur më kërkun, dalë në foltore, tha prej ka jetim, thash jam prej Maqedonisë veriut. Thash si, thash shoqat vullnetare, edhe lidhje zjarfikse Maqedonisë. Tha deri sot nuk e kemi besu se ekziston. Po tha na vjen shumë mirë që ke marrë pjesë, ju ke përgjigjur ftesës tonë, edhe çka mund ne të bëjmë për ju. Jam gjendje ti them brenda 5 minutave ti të më kompletoj shtetin me pajisje, po atë që se ka bërë vetë shteti. Duhet vini komplet ekip shtetin ton, na vizitoni, të shihni kapacitetet e tona, pastaj shoqatën tonë ta shihni. Çka mund na ndihmoni? Çka mund na këshilloni? Ne do të jemi shumë mirë njohës. Pastaj kemi qenë edhe në Gjermani. Vetë se kam jetuar në Gjermani gjatë kohë. Kam marrë pjesë në konferenca atje.
Edhe atje kemi kalu mirë. Bashkëpunim të mirë kemi me ambasadën gjermane, e cila nuk në lena në shkur. Çdo event na kemi thirrje, kemi pas donacion për ambasadat gjermane para 4 viteve kemi pas një donacion të mirë. Sende primare, po sende me vlerë. Jemi mirë njohës. Prap kemi qenë në Austri disa herë. Kontaktet i kemi shumë të mira. Me Kroacin i kemi kontaktet e mira, se Kroacia i ka zhvillu me vullnetarizmin shumë, shoqatat vullnetare, zjarë fikset i ka shumë të zhvillu. Edhe ato, për Slovenin as nuk bisedohet. Austri, Sloveni, Kroacia, atë janë si një trekanç, e cila asnjëherë nuk na lën anash. Se e kemi në atë vend ku kemi qenë, ato konferenca ku kemi qenë, kanë marrë pjesë Slovenia, Kroacia, Austria, Gjermania, Polonia dhe Maqedonia. Tjetër shtet s'ka marrë pjesë. Unë jam shumë i lumtur që kam mund të hyj në atë vend, edhe të marrë pjesë, edhe të tregoj se kush jam, si jam. Jo si Artan Demiri, po një shtet që e kam, një komunë, një shoqat pratë. Se si Artan Demiri mund të njoh vetëm familje, jo tjetër kush të njoh. Mirë, po jam mundu të bëj diçka. Ta shohim tash, premtime kemi shumë. Mirë, po duhet edhe angazhim prej trejave. Se në shoqata nuk është personalisht e ime, po është e krejt popullit. Sigurisht. Pse jam kryetar, nuk është një pozitë, nuk është një pozitë e përhershme, pozitë e kaluese. Po duhet dikujt i lodh diçka, edhe dikush të më përmend për të mirë, jo të kem një emër të keq apo një pasardhës të keq ta kem. Tu ta kem një pasardhës hala ma shumë se unë se punon. Që e bën punën ashtu siç duhet. Është për të ardhur keq se si në të gjithë këtë historinë që juve rrëfyet, vendet e jashtme janë më iniciatore dhe më të dhënë pas popullit ton, sesa që jemi vetë neve në vendin ku jetojmë dhe sesa që janë vetë institucionet tona, ata që janë kompetentet, por që fatkeqësisht nuk veprojnë dhe nuk e japin mbështetje në duhur në shumë raste. A pritet që në vijim, në këtë sezon, të kemi situata edhe më problematike, apo ndoshta do të kemi një situatë pak më të qetë? Po, desha të ndërlidhem më herët pak mirë, po tash merret momenti. Ne si shoqat kemi jemi partner me vendet ndryshme të Evropës, ku kemi një projekt, ku kemi një trajnim shumë të madh vitin e ardhshëm në Strug. Do të thonë, tash do të kemi në video mbikëqyrje kemi komplet malet e Strugës edhe Shqipërisë. Tash me atë projekt që e kemi filluar të angazhojmë vullnetar më tepër për të shku, për të bërë ushtrime më tepër në rajon të Strugës, në rajon të malet, do të jetë ky projekt për zjarre malore. Edhe jemi fokusu më tepër në atë lëmi, që të kemi edhe njerëz më të përgatitur, edhe të përgatitemi më mirë për atë ushtrim, më mirë për atë vend, që në të ardhmen, kur ta mbajmë atë ushtrim, dhe me thonë vitin e ardhshëm, të kemi më tepër jo antar, po publik më të madh që dinë se për çka jemi të specializuar, për çka mundohemi të bëjmë diçka. A sa i përket për këtë vit, sa jemi të përgatitur, atë nuk mund ta garantoj, ne me kapacitetet tona jemi të përgatitur. Mirë, po si do na mban vera, si do të jetë koha, si do të jetë kujdesi i njerëzve, ajo nuk është në dorën tonë. Zotëri Demiri, ju falenderoj përzemërsisht për të gjitha ato gjëra që thatë sot për ne. Na dhatë shumë informacione, na të rrëfyet shumë mbi sfidat dhe historitë që keni të kaluar ndër vite. Më vjen shumë mirë që ka njerëz vullnetar që i bëjnë mirë vendit me vetë iniciativë. Ju falenderoj për kohën. Falenderit edhe ju për ftesën. Shpresoj se do takohemi të jemi mysafir vetëm për raste të mira, mos të jemi mysafir për ndonjë ta komentojmë në një rast të vështirë, në një rast të keq, për të jemi mysafirë të t'ju tregojmë vetëm aktivitetet që ka bëjmë
ushtrime taktike në për shkolla, në për Gjërat shkollat bukura. mesme, vetëm për gjërat bukura. Atë kam dëshirë. Uroj T'ja shpjegoj dikuj. Ju falenderoj shumë. Me nderë qofsh.